Përshëndetje miq, përshëndetje bashkëdhëtor. Nuk e dije, a keni arrit mi kap lajmin e fundit, po nëse jo, atëherë po ja komunikoj unë, se ju e dini si këtu mediat e Vulinit, kur janë lajmet e mira për Kosovën, nuk i japin. Këta japin lajmet kur janë të mira veç për Serbinë, për Kosovën si japin. Atëherë kështu. Lista serbe sot ju pas ka shpërnda ftesa krejt asamblezve ku kanë fitue në veri, e ka qenë e pritshme si i fituen zgjedhjet lokale. Ju pas ka shpërnda ftesa me Republika e Kosovës, me stemën e shtetit Kosovës edhe me flamurit Kosovës. Tashti, këta anal pik listat, si delshin e leshin gjdo natë në për televizion, mas i përfundun zgjedhjet lokale, që se thojshi ju e shliroj Albini verium. Tash, delni e thuni, si po e shliroj, se ata me të vërtet kanë fitua po kthehen në për komuna, po kthehen në komuna, e në objekte komunau, në verit Kosovës, ku një, është flamuri Kosovës. 2, shkrum Republika e Kosovës. 3, çdo letër zyrtare, çdo ftesë zyrtare, tash është me Republika e Kosovës. Pra, kjo është si po Albini ka fitu edhe duhet m'ja pranu edhe duhet m'i thë faleminderit shumë. Gjithë, pa dallim. Nëse, nuk pres gjo për i këtyne leksim me pagesë. Sa ata për atë punë edhe paguën. Po tashtin, edhe njëherë, me qenë se dje ka filluar regjistrimi i gjithë shtetësve të Kosovës, që nuk jetojnë e punojnë në Kosovë, unë vazhdoj me ju lutë, vazhdoj me apelu. Regjistronu, ju lutëm, sa ma shumë. E sidomos, vazhdoj me insistu, vazhdoj me ju lutë, me për ullësi. Krejt juve si keni mundësi me shku në Kosovë, shkoni, se atje është vota, lesi është më e mirë, lesi është më e omël, po është më e lezetshme. Po për këta si nuk mundën, për shumë arsy, ju lutën, regjistrohuni. Zgjedhni opsionin e parë mundësisht, me votune për përfaqësi diplomatike të Kosovës në vendet e në shtetet ku jetoni e punoni. Po nëse kjo nuk ju jepet si mundësi, atëherë zgjedhni edhe opsionin tjetër, si është ndoshta më i keq, po është po alternativë me post. Ju lutem, regjistrohuni këtë herë si kur më parë. Ta thejmë çdo rekord, se vota janë na duhet. I duhet Kosovës, i duhet Albinit me kriju stabilitet. Na e pam krejt. Stabilitet në Kosovë krijon 50% plus. Çdo sa tjetër është veç mi majt Kosovën pang, njerëz të Kosovës pang, fëmijët e Kosovës mi majt pang. Se opozita nuk pranon me bashkë qeverisë me Albinin për arsye se jo ju, po edhe zogët e malit i din. Se Albini nuk bën pazare, Albini nuk lejon mu vjedh shteti, e prandaj këta e refuzojnë Albinin. E që kjo mos me ndodhë, që na me kriju stabilitet në Kosovë, duhet të votojmë sa ma shumë që ta qojmë Albinin 50%. Ju e dini, stabiliteti krijon zhvillim ekonomik, krijon vende pune, krijon mundësi pune. Pa stabilitet nuk ka ekonomi, nuk ka zhvillim ekonomik. Atëherë, edhe njëherë, ju lutem, shkoni votoni në Kosovë, regjistroni kush nuk mund në shku në Kosovë, se t'ja mundsojmë Albinit qeveris me 50% që të vazhdon zhvillimi ekonomik i Kosovë, të vazhdon rritja e pagave, të vazhdon rritja e shtesave të fëmijëve, të vazhdon forcimi i ushtrisë të Kosovës. Se veç kështu hecin përpara, si kom, si shoqni. Ju faleminderit shumë. E nëse diku i duket se
po i shkojnë nerva do apelu për ditë, i kërkojnë ndjes qysh tash se kom i shku hala dhe ma shumë nerva, se për ditë kom ja u kërku të njëjtën gjë. Shkoni në Kosovë, mundësisht regjistroni kur s'mund më shku, të votojnë për Kosovën, mi krejt për Kosovën. Ju përshëndes shumë.